sot unë jam emocionale, kam arsyet e mia këto emocionale dhe këta nuk e kuptoj. Po unë nuk kam kontakt me mamin. Ka shumë vite tani, gati 7-8 vite. Kur kam qenë diku të 5 vjeç, 4-5 vjeç më kanë marrë atëherë në Gjermani dhe kam përkopshti një vit, por e kam parë që shumë e vështirë që kur punon të dy të vunë dhe të kesh një fëmijë të vogël për të rritur, të duhet ndihmë. Kanë menduar që do ishte më e mira që mua të më risnin gjyshrit në perceptimin e tyre, gjithmonë. Mi takoja një herë në vit në fakt. E kur kam qenë 12 vjeç, 12-13 vjeç, mami dhe babi janë kthyer. Kemi jetuar diku të 2-3 vite bashk, edhe pastaj ka ardhur divorci. Ka qenë edhe pak e vështirë se do ishin, ka ndodhur më thënë ka pasur edhe çështje ligjore, mua dhe më është dashur të jem prezente edhe prandaj është një periudhë e jetës që me të vërtetë edhe kur e mendoj kjo është e kam kaluar, po thjesht më prek si situatë dhe nuk dua t'i futem shumë thellë. Ajo donte që jam shumë pro që donte të vazhdonte jetën e saj of course, po jo në atë lloj mënyre që ndoshta do më dëmtonte mua. Po është ndonjëherë më e rëndë të dëmtohesh psikologjikisht edhe shpirtërisht. Në momentin që mami nuk ka komunikuar më, unë si një fëmijë adoleshent, thjesht e kam pranuar edhe e kam kaluar dhe tani jam në këtë pikë që them kam për shumë mirë, që nuk e kam kërkuar diçka që nuk ishte aty për t'u marrë gjithsesi. Nuk ju është lënë jeta e tyre më njanë, le ta themi kështu. Se çfarë unë quaj kujdesje, se ndoshta për një prind thjesht ta rritësh një fëmijë dhe t'jesh derisa mundesh aty për të është për kujdesje, po se si unë e shoh për kujdesjen edhe se si unë do doja të isha një nën nesër pas nesër është pak larg. Nuk kam asnjë lloj ndjesie, qoftë dashuri, qoftë urrejtje, qoftë asnjë lloj gjëje, thjesht zgjedh që to properly heal myself from it. Situata se si erdhi nuk ishte me benefite për mua si një fëmijë 15 vjeç. Po mami zgjodhi të mos e kishte edhe shumë unë gjykohem shpeshherë për të pjesën që mund të kisha bërë unë diçka, po kisha thjesht 15 vjeç. Nuk kam pasur më kontakt me mamin. Mendoj që ka bërë shumë mirë që e ka zgjedhur kështu, sepse në një periudhë kaq të gjatë nuk do më bënte më asnjë lloj sensi që tani apo këto vitet e fundit kisha kontakt. Mendoj që janë ca gjëra që duhen trajtuar direkt kur ndodhin. Edhe kam kaluar shumë gjëra të tjera në jetë që më kanë rritur, thjesht më prek si tem, siç do më prekte ndoshta edhe për një person që unë e dua shumë. Sepse kam edhe këtë parim në një jetë që ca gjëra thjesht duhet ti pranosh edhe nëse si kupton. Pastaj kam zgjedhur të jetoj me babin, edhe që jam shumë krenare dhe jam shumë e lumtur që e kam për këtë zgjedhje, edhe që kam atë baba që kam. Babi gjithmonë më ka bërë të ndihem e vlerësuar, qoftë edhe me një pyetje të vogël. Ma ka dhënë gjithmonë atë lirin që qoftë mirë apo keq, thjesht t'ja komunikoj dhe ta gjej një diçka që është mirë për mua. Jam shumë krenare dhe jam shumë e lumtur që e kam për këtë zgjedhje, edhe që kam atë baba që kam. Nicole. Po. Je shumë e fortë, Faleminderit. Shiko, nga ndonjëherë duhet kuptojmë që
edhe për prindrit tanë, edhe për ta është hera e parë që jetojnë këtë jetë. Kështu që jo domosdoshmërisht bëjnë zgjedhjet e tyre më të mira. Jo domosdoshmërisht na bëjnë krenar. E kuptoj. Jo për të justifikuar, kurse si, unë jam i pari që nuk justifikoj asnjë prind që braktis fëmijën e vet. Përkundrazi e gjykoj me forcë të madhe. Dhe po ashtu jam thellësisht kundërshtues ndaj kësaj narrativës së kohëve të fundit që është okej të vazhdosh jetën tënde, të zgjedhësh jetën tënde. Jo, në fakt nuk është okej. Nuk është okej sepse dikur more një vendim, bëre një premtim, zgjodhe të kishe një fëmijë. Dhe nuk është okej që krejt papritmas të zgjedhësh vetën. Si që e kam cekur dhe aty, në fakt vërtetë nuk kam dashur të bëj një temë kaq e madhe, kam menduar që është pra personale, po atë ditë ashtu jam ndjerë dhe ashtu jam shprehur, por si që kam cekur aty, kjo është që ca gjëra dhe në qoftë se nuk i kuptoj, pranoj edhe është. A i ke falur nënën tënde, Nikol? Urdhro? A i ke falur nënën tënde? Po, do thoja po. Më vjen mirë për këtë. Si quhet babin? Babi quhet Jani. Edhe me të ke një lidhje speciale. Darëm gjithë gocat kanë një lidhje speciale me babain e tyre. Po, me babin ti më shumë. Kur ke një baba si shok, edhe nga mënyra si e rrëfen ti, ai edhe pse në ca raste mund të mos jetë dakord me zgjedhjet e tua në jetë, siç ishte hyrja në Big Brother. Nuk besoj se ka qenë dakord plotësisht. Në fakt, po, okej, ka pasur ato mendimet e veta pse jo, po ka qenë shumë suportues. Kështu që nuk mund të them që ka qenë kundër kësaj zgjedhjeje times. Ka marrë malli shumë, besoj. Po. Dëgjoj. Eja me mua në dhomën e surprizave. Vin nga ana tjetër, Nikol. Okej. Nikol. Këtu, apo nga në? Aty, ku të duash, ti kemi kamera gjithandej, kështu që mos e vrit më. Brenda asaj kutije, është diçka që ta dërgon babait. Mundem? Po. Nikol, nëse mundesh, na e lexo edhe ne. Mund të lexoj një herë vetë edhe pastaj të kthej te ju patjetër. Ti babushke, to e lexoj për ju atëre. E vogla ime Nikol, ti ka përsit me lotë të ditë të kam qërë bashkë me ty. Të shkruaj këtë letër për të dhëmë forcë, atë forcë që në fakt ma ke dhe në ti edhe në ditë tona më të erta. Jeta nuk ka qenë e lehtë për ne, dhe nuk do të harroj kur atë ditë kur ti qaje pas telefonit dhe më kërkoje të vijet të merja. Ndonjëherë ndihem në faj që gjërat nuk kanë shkuar ashtu si do të doja për ty. Kur më gonë nëna, një pjesë e fëmirisë mbetet për gjithmonë e pa plot, por në këto 8 vite kam provuar me gjithë shpirti jeme dhe papa edhe mama, edhe ka bërë shumë mirë. Më falë, Nikol, më falë, se ndoshta nuk kam qenë perfekt, po tua ta dish që për ty jam gjithë bota. Jam gjithë botën, më falni. Edhe është gjithë bota. Kur më the se do të shkoje të jetoje vetëm në Tiranë, nuk isha dakord. Jo sepse nuk besoja te ti, po sepse të dua gjithmonë pranë meje. Vendimi yt për të bërë pjesë e Big Brother ishte i papritur për mua, por në asnjë moment nuk e vura në dyshim se ti do t'i jepje një tjetër dritë asaj shtëpie.
ndaj mblidhi forcat e fshi lot nga syt, jam shumë krenar për ty, të ndjek gjithë ditën, kur nuk mundem dot, turnin e mërë në analiza që nuk të heq do të syt për asnjë çast. Nikol, mos haro kur kush je, mos unë besimin tek vetja dhe mos lejo askë të ta marrë buzëqeshjen të të takon. Aty është vetëm një lojë dhe në fund secili tregon veten e tij. Të dua pa fund pa Bushjani. Orta Nikol, po dhe vërtet të kënë dhënë pak fuqi fjalët e babi Janit edhe mund ta marrësh letrën ta kesh me vete te koka e krevatit sa herë që mbase gjërat aty bëhen të vështira, ti hedhësh një sy edhe të kuptosh që të paktën një njeri në këtë botë do të doj gjithmonë pavarësisht. Faleminderit. Faleminderit Nikol, mund të kthehesh. Faleminderit.